Që është edhe gabim, po tash më fal. Since when që kur Kristi po lufton për interesat e tu? Kur? Që unë për shumë shkoj okej me të nkrahasim me të gjithë dhe prapë më thotë unë du të nxjerr jashtë. Po për shembull. Që kur? Sa besoj që kanë interes ata që të avantazhojnë ty në lojë. Po ideja është që mos jetë fare që është avantazhimi më. Kanë një mision dhe misioni vjen gjithmonë me një rezultat. Rezultati ose merr një, domethënë nga fitoria ti merr një dhuratë, ose nuk e merr dhe e merr pala tjetër ose nuk e merr fare. Domethënë zakonisht kështu funksionon me sa di unë nga jeta e përditshme ose jeta normale ose dhe jeta në Big Brother. Ti kryen këtë gjë që të dashun dhe merr një gjë në këmbim, apo jo? Nëse rezulton me sukses. Dhe neve prandaj po tentojmë që të kuptojmë një gjë në ajër, qoftë edhe sikur të jetë komplet nga tërres, se ndoshta po e kapëm, sikur dhe pa dashje, sikur dhe pa shenja e hinte. Tash që s'mund të zbulojmë gjëra ata s'mund të zbulojmë. Nëse unë do isha me grupin e këtyre ta siguroj lëre që unë do thosha çdo hint të mundshëm që ty të konfuzoja dhe të fusja në kurth, që ti të vija aty dhe unë të përfitoja unë, jo ti, sepse ti nuk je me mua. Dakor ajo pjesa po. Marrim rastin që ti nuk flet e nuk bën asgjë dhe ikën flen dhe bën dush dhe vazhdon jetën. Po. Dhe këtë e bëri vetëm Brikena. Dhe ky dizavantazh. Dhe këtë e bëri vetëm Brikena. Jo vetëm. Jo vetëm, jo. Po pra. Gocat bën tjetër gjë nga çunat. Po. Gocat nejtën dhe çunat bën këto gjëra. Jo, Brikena u fut në dush se kishte për të futur në dush. Mëse Brikena erdhi gjithë plurë tani. Po. Kaq.